Përshëndetje të dashur miq, me recetën e supës më të shijshme nga ato supat që e ham në restorante, për asnjëherë nuk ja gjem recetën. Unë sa herë shkoja përësisja këtë supën me pullë dhe më shionte shumë, por tani e përgatis vetë. Kënaq fëmijët dhe familjen, përgatiteni dhe ju. Marr një patate dhe e gri kështu në rende, gjithashtu vazhdoj dhe gri dhe një karrotë. Këto janë dy përbërësit dhe zarzavatet kryesore të kësaj recete. Ju këshilloj që t'i grini kështu në rende, sepse do t'i japi një teksturë më të mirë supës në fund. Ja pra, i kemi grirë te pjesa më e madhe e rendes. Në një tenxhere vendosim vaj ulliri dhe skuqim fileton e pulës. Kemi rreth 300-400 gram fileto pule. Unë i skuq për t'i dhënë më shumë shije, më pas i kaloj në një pjatë, sepse tek e njëjta tenxhere ne do skuqim perimet që grim më përpara. Vajt e ullirit i shtova dhe pak gjallë dhe më pas i shtova një lugë gjysëm me miell. Sekreti i kësaj supe kremoze dhe një shije të veçantë është se unë do i bëj me beshamel. Skuqa këtu miellin dhe gjalpin, më pas i shtoj rreth 200 ml qumësht. Duhet të na krijohet pak beshamel dhe tek beshameli që na u përftua, ne do i vendosim perimet. Perimet i përzihem bashkë me beshamelin dhe aty shtojmë dhe fileton e pulës që skuqëm më përpara. Fileton e pulës do e lëm ashtu siç është, nuk do e grim në copa, në kubik, sepse neve do duam ta frulojmë supën në fund, e nëse e bëjmë pulën me copa, atëherë nuk do ta frulojmë dot perimet. Ja, kështu e përzihem dhe mbulojmë të gjithë masën me ujë. Unë i hedh veket për më shumë shije, por nëse ju nuk e preferoni, vendosini dhe krip. Gjithashtu i shtoj dhe pak piper të bluar dhe për më shumë shije i vendos 2 degë selino të vogla. Këto nuk do ja fruloj, por do ja heq në fund pasi janë zirë dhe e kam marrë të shijen. Supa do të rretet kështu dhe nëse kërkon më shumë ujë gjatë zirjes, ju do t'i hidhni dhe shiheni trashësinë e masës vet. Marrim një tufë me majdanoz dhe e grijem sa më i më të mundemi, sepse do ja shtojmë supës në fund për t'i dhënë më shumë shije dhe bukuri. Preni sa më shumë me thikë derisa të coptohet. Supa ka marrë një ngjyrë tepër të bukur. Për ato që nuk ka një bluarse elektrike ose thjesht nuk e duan të bluar, mund ta lënë kështu siç është, sepse perimet nuk ndihen dhe aq shumë nga që i kemi bërë me rende dhe ato janë tretur gjatë zierjes. Unë e preferoj të bluar sepse e dua kremoze. Selinon është opsionale për t'ja shtuar, unë ja shtova dhe në fund siç e pat e hoqa nga supa. Dhe gjithashtu kam hequr dhe fileton e pulës për ta pirë më pas në kubik. Pulën unë e preva më lehtë me këtë gërshërën, unë e përdor gjithmonë gërshërën në kuzhinën time. Mos më gjykoni, ju mund ta prisni dhe me thikë, por mua kështu më pëlqen. Më pas mora këtë supjeren që e kam vendosur për më bukur dhe për t'i dhënë dhe një pamje këtu në video, por gjithashtu mund ta servirni dhe po e patët ju në tavolinë. I shtova fileton e pulës që e prevëm si kubik, e përzieva dhe i vendosa majdanozën përsipër. Supa kishte dalë një mrekulli, fëmijët u kënaqën dhe ne u kënaqëm të gjithë shumë. Askush nuk i bën naze kësaj supe. Provojeni dhe do më kujtoni për këtë recetë.